Një ngjarje mundshme kriminale u parandalua nga policia në bashkinë e Vautëdejës. Shërbimet e komisariatit në këtë zonë, pas marrjes së njoftimit se në fshatin Kosmaç një 53 vjeçar kishte dhënuar fizikisht një shtetas dhe e kishte ndjekur me mjet prerës në dorë, kanë organizuar punën për kapjen e vënien e autorit para përgjegjësisë penale. Si rezultati i reagimit në kohë dhe i veprimeve profesionale, u kap dhe arrestua 53 vjeçari Ardian G, banues në fshatin Kosmaç të Vautëdejës. Ai është kallëzuar nga një 28 vjeçar se ky shtetas e ka goditur me grushte dhe e ka ndjekur me thik në dorë për disa minuta. Gjithashtu një 63 vjeçar ka kallëzuar se gjatë muajve prill dhe shtator, shtetasi Ardian G i ka thyer xhamat e furgonit dhe të vetratës së dyqanit dhe ka dëmtuar një automjet tjetër, ndërsa në datën 23 shtator e ka konstatuar 53 vjeçarin në afërsitë banesës së tij duke mbajtur një SPAT në dorë. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit në fjalë, shërbimet e policisë kanë gjetur 4 mjete prerëse, 3 thika dhe një SPAT, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Dosja hetimore ka kaluar prokurisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme, për veprat penale të kanosjes, plagosjes së lehtë me dashje dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje armëve të ftohta.